Në prag të nisjes së sezonit të ri turistik, policia kufitare ka rritur ndjeshëm masat e sigurisë në aeroportin e Rinasit. Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha, së bashku me përfaqësues të policisë kufitare gjatë një inspektimi në ambientet e aeroportit të Rinasit, tha se synohet që edhe gjatë këtij sezoni të mos shënohet asnjë incident në pikat kufitare për turistët. Sikurse ju e dini, neve kemi tashmë një sezon veror shumë të gjatë. Normalisht fluksi i pasagjerëve që hyjnë dhe dalin në Republikën e Shqipërisë është shumë i madh. Në sezonin e kaluar me 12 milion turistë patëm 0 incidente për sa i përket konflikteve, veprave penaleve që i ndodhin turistëve. Pra kjo është një shifër që në vendet e Bashkimit Evropian tashmë është vështirë për të gjendur. Drejtoresha e Policisë Kufitare për Tiranën Silvana Sulaj tha se në Rinas janë shtuar 100 efektiv të tjerë. Kemi shtuar strukturat e Komisariatit të Policisë së Rinas me rreth 100 punonjës policie, pikërisht për përballimin e këtij fluksi të madh. Kemi marrë masa dhe kemi shtuar kontrollet si në dalje ashtu edhe në hyrje. Unë i bëj me dije se vetëm gjatë 3 muajit të parë të vitit 2025 janë përpunuar rreth 10% më shumë pasagjerë se në e njëjtën periudhë të vitit 2024. Ndërkohë Këshilli i Ministrave ka miratuar edhe një listë me 5 vende, si Arabia Saudite, Katari, Omani, Tajlanda dhe Indonezia, ku shtetasit e të cilëve do të mund të hyjnë në Shqipëri pa viza për motive turistike nga data 15 prill deri më 31 dhjetor të vitit 2025.